informacioni që prej exit pollit në raundin e dytë saksia ka qenë milimetrike. Unë e këmë ditë në ora 5 pas dite që këmë qenë fitues. Për exit pollave? Po. E ndryshe u komentun? Ndryshe u përqëru. Faton, po du më këthy te komuna, bismillah puna e parë që me po sekretari komunës. Ka disa punë, do thëtë, tash jem në proces të përgatitjeve, do thëtë në javën e parë këmë marrë një 5-6 vendime. Nuk po du me i shpallos asnjënë, që të gjitha janë adresimi nevojave bazike, elementare që ndryshon jetën e qytetarit. Në arsim, shëndetësi, në ambient, kategoritë ndryshme, do thëtë shoqërore. Tash i di cilat janë 5 vendimet e para që ima. Cilat janë 5 vendimet e para? 5 vendimet e para, çdo ditë e shpalosi ka një. Për çdo ditë një ka një? Po, do thëtë këmë i shpalosi në javën e parë. Do thëtë vendimin e parë e marrë të premtën nesër një javë. E kallëzom atë parën të dim, të qesëm si titu. Okej, që po ta tregoj. Hajde. Do thëtë... Me rënun e sen? Jo. Se di si jakë mars. Jo, nashta edhe rënojnë e tarmën. Do thëtë se ka edhe uzurpime, do thëtë edhe diçka që bie në kundërshtim me interesin publik, mundet me prit edhe rënimi. Vendimi parë? Vendimi parë është, Mitrovica është qyteti, fatkeqësisht që ka nivelin më të ulët të përfshirjes së fëmijëve në sistemin parafillor, këtë Kosovën. Imagjino, Mitrovica, avangarda e edukimit, e sportit, e kulturës, ka ardhur në drejgje me qenë e fundit në Kosovë në nivelin e përfshirjes së fëmijëve. Në sistemin arsimor, gjenat e cilën është e tmerrshme, kemi probleme elementare, jetike me fëmijët e cilët kanë nevoja të veçanta. Fëmijë që kanë autizëm, po edhe nevoja tjera të veçanta. Unë e krijoj komisionin komunal për adresimin e tyne, edhe në një të ardhme të shpejt, sistemimin e asistentëve që përkundër që është kriju mundësia buxhetore në vitin 2024-2025, nuk është shfrytzu për këtë kategori edhe prindërit vujnë shumë nga këtë fenomen. Ky do të jetë vendimi i parë. Ky do të jetë vendimi i parë. A din cili do të jetë projekti i parë infrastrukturor? Hajde Faton, tash më si mi kallëzu Krecës. Jo, tash ky është vendimi, nuk është vendim këtu, po do të thotë projekti i parë infrastrukturor. Kur kam shku te këto shoqatat dhe persona me nevoja të veçanta, ma kanë dhënë një dokument kogja voluminoz. Ata e kishin të identifikuar krejt njëjët edhe kyçet me atë qytetit Mitrovicës ku ka problem karroca me pas qasë. Shumicën e vendeve, shumicën e mundësive për mu kyç në shesh, personat me nevoja të veçanta nuk kanë mundësi. Ai është investim që nuk është i madh, është çështje vetëm e vullnetit. Prej këtyne ku me fillu, këtyne problemeve, rën ka një. Faton, po këthemi pak të replikat, po këthemi të nivelli nacional. Që atu i dënë të mas shumë? Po, a do me hi, a keni me bo pra big list si deputet që kanë bon të kalu me disa parti që kanë shti kandidat komunave për ma traktu vota, i kanë shti list për deputet? Ja, nuk hiju në list për shkak se ja ku marrë besimin qytetarë, ku me qenë kryetari komunës për 4 vite. Do të thotë nuk keme me hi mrena për ma traktu vota? Ja, nuk hi në list, po angazhimin për zgjedhjet nacionale ku me pos matë madhe sësa që ku me pos për vetën time si kandidat për kryetar. Faton, po ja kom bërë që Kauzës, ja kom bërë që Kosovës, ja kom bërë që Albin Kurtit. Ja kom bërë që Albin Kurtit. Po këthemi te koalicioni i fundit. Po para së marrë të kje për menë Rogovën, qysh i ndjeris zotis pa ju në atë kohë ju ka prezentu dhe ka në stojë këm pikat për me konkretar. Mujnë me tragu, pa tragime të ashpa për me rasën e ditindjes presidentit Rukova, ka shivjosës, donikës, njerëzve që e përmenën që e runë në Facebook, ta akuzat së nësh me kanë edhe Rogovist, me kanë me Rogovën, njënë ko me i një koalicion me Albin Kurtin. Qysh mu është me kanë Rogovist me Hashimin edhe me PDK-n? Unë e shtrova si pyetje. Okej, po ta jepi përgjigje ose po shtredhën si tezë ose si hipotezë. Qysh mu është me kanë të dëgjë ballafaqimi i ndryshimeve dhe i polarizimit skajshëm. Deri në nivel që nësë kam qef me folë shumë për atë temë, po njerëz nuk janë sot në jetë për bindje politike gjatë dhe pas luftës. Që ato nuk lidhen as njona, as tjetra me Albin Kurtin edhe me vetë vendose. Faton. Ato lidhen me rivalitetet që i ka pas LDK-ja me PDK-n, po edhe me AK-n rrofshën e Dugagjinit. Faton. Kështu që veç që tema ta me kon pak, që kanë rezën politik, nuk e hapin se që kjo është autogolla me madhe që ata ja shkaktojnë vetës vetë. Albin Kurtin, kënë Ibrahim Rrugovës, u konë një student i dallum, një aktivist i dallum, edhe një njëri që ka pas ambice edhe që ka qenë kritikus. Kaq. E një njëri që nuk ka kritik për qeverisjen, për udhëheqjen, për establishmentin e asoj kohë, ai nuk mund të pas perspektivë. Nuk
Është me esti në jetën politike duke thurë LG. Me pa bo LG Albin Kurti Ibrahim Rugovës, ai nuk është me qenë Albini sot ku është me qitë nivel të besimit qytetar. Kështu që kjo ideja me thonë që nuk mund është me posti besim në vlerat, dhe thot Vjosa, Donika, unë, shumë të tjerë, dhe thot nuk është në ato që sentimentin e votusit tradicional të LDK-së Ibrahim Rugovës, do thot ata a priori e refuzojnë për partneritet PDK-n. Për këtë arsye, ditën ku LDK-ja ka bo koalicion formal